O Hoxh, a mund të më tregosh çka është hadithi? Po patjetër. Hadithi është çdo fjalë, çdo vepër, çdo aprovim, çdo cilësi, qoftë ajo cilësi në trupin e Muhamedit alayhis salam apo në sjelljet e tij, të cilat ne na i kanë treguar shokët e Muhamedit, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi ta. Ky është përkufizimi i hadithit. Hadithi ka një rëndësi tepër të madhe. Është shpjegues i Kur'anit. Allahu i lartësuar na porosit në Kur'an që ne të ndjekim profetin, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Po ashtu profeti Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, na ka treguar se ka lënë për ne dy burime, ka lënë Kur'anin dhe Sunetin, hadithet e tij. Pra ne nëse zbatojmë atë çfarë është në Kur'an dhe zbatojmë porositë e profetit Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, jemi të shpëtuar. Hadithi është burimi i dytë i rregullave të fesë. Është ajo pra që Muhamedi alayhis salam na ka porositur dhe na ka lënë si trashëgimni. Prandaj besimtari duhet që të kujdeset për fjalët e profetit, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, sepse Muhamedi alayhis salam nuk fliste nga mendja e tij, por ishte i mbështetur me shpallje prej të Madhit Zot.